Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ata janë njerëz që nuk I pengon as tregtia e largët e as shitblerja në vend për ta përmendur Allahun, për të falur namazin dhe për të dhënë zakatin. Ata I friksohen një dite kur do të tonditen zemrat dhe shikimet. Një ajet nga surja Nur, ajeti 37 me radhë, pra tregon për këta burra që nuk I pengon tregtia, nuk I pengon dunjallaku, as udhëtimet e largta, as shitblerja, asgjë nuk I ndalon për të falë namazin dhe për të ndarë 2.5% zakatin për jetimin, për të varfrin, për studentët, për njerëzit nevojë. Pra nuk hutohen pas dekolteve të kësaj dunjaje, pas zbukurimeve të kësaj bote, por ndajnë nga të mirat e tyre për të zhvilluar të mirën, sepse ndarja prej të mirave të tyre zhvillon investimet dhe të mirat rreth e përqark. Dhe ata dinë se është një ditë e madhe kur do të tronditen zemrat dhe shikimet. Ajo është Yawmuddin, Yawmul Adhim, është dita e gjykimit, është dita e takimit, është dita e madhe që do të dalim takim me Krijuesin Allahun fuqiplot.